Popullsia e Shqipërisë gjatë tremujorit të tretë të vitit 2025 ka shënuar një shtesë natyrore pozitive me 1347 lindje më shumë se sa vdekje, një tregues i rëndësishëm për zhvillimin demografik të vendit. Kjo tregon një përmirësim të ekuilibrit midis lindjeve dhe vdekjeve, duke reflektuar një trend pozitiv për rritjen e popullsisë, pavarësisht sfidave demografike të viteve të fundit. Numri i lindjeve gjatë këtij tremujori ishte rreth 6400, duke shënuar një rënje të lehtë prej 1.2% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Ndërkohë numri i vdekjeve është ulur ndjeshëm, duke arritur në rreth 5000 raste, një rënje prej 11.6% krahasuar me tremujorin e tretë të vitit të kaluar. Sipas qarqeve, shpërndarja e shtesës natyrore ka qenë ndryshme. 7 qarqe kanë regjistruar shtesë natyrore pozitive, ndërsa 5 qarqe të tjera kanë shënuar vlerë negative. Kryeqyteti vazhdon të ketë peshën më të madhe në rritjen demografike, duke u kthyer në motorin kryesor të zhvillimit të popullsisë, me 1238 lindje më shumë se sa vdekje. Në anën tjetër, qarku me shtesë natyrore më të ulët është Korça, që tregon një rritje më të ngadaltë të rritjes natyrore të popullsisë. Në nivelin e numrit të lindjeve, Tirana shënon sërish numrin më të lartë, ndërsa Gjirokastra ka regjistruar numrin më të ulët në vend, me vetëm 81 lindje. Për sa i përket vdekjeve, qarku me numrin më të ulët është Kuksi, me 100 raste, ndërsa Tirana shënon numrin më të lartë të vdekjeve, me 1271 raste, gjë që lidhet drejt për drejt me madhësinë e popullsisë të kryeqytetit. Ky tregues i shtesës natyrore pozitive është një shenjë e mirë për balancën demografike të vendit dhe tregon rëndësinë e investimeve në shëndetësi, kujdesit social dhe politika që mbështesin familjet dhe rritjen e popullsisë në qarqet më të vogla.